Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë, Kosova ka qeveri, por i mungon kuvendi. Deputetët po bëjnë gabim duke pamundësuar kvorumin për votimin e fshehtë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas dështimit të 22 me radhë për konstituimin e kuvendit të Kosovës, ka theksuar se përkundër situatës politike, Kosova vazhdon të ketë një qeveri në detyrë. Ai ka thënë se kuvendi nuk e konstituon fituesi, por të gjithë, ndërsa ka uruar për një përgjigje sa më të shpejtë nga gjykata kushtetuese për votimin e fshehtë. Kosova ka qeveri në detyrë. Unë jam kryeministër në detyrë. Ajo që i ndihmon Kosovës është kuvendi i ri i Republikës. Kuvendi nuk e konstituon fituesi, por të gjithë. Si fitues të zgjedhjeve me 48 deputet dhe me 9 deputet të pakicave që ne janë bashkuar, e kemi përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Pra, fituesi e ka përgjegjësinë për formimin e qeverisë, ndërkaq për ta konstituuar kuvendin, përgjegjësinë e kanë të gjithë deputetët dhe po bëjnë gabim që po e pamundësojnë kvorumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje e votimit të fshehtë tashmë është adresuar në gjykatën kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë nga ana e tyre, ka thënë Kurti. Ndërkaq, kryeministri Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet para gazetarëve në lidhje me pyetjet me bastësisit e fundit në 4 lokacione të ndryshme të kryera kundër hetimeve për dhënie me qirat të fabrikës së mbetjeve shtazore.